jo vetëm prodhimin, por dhe vlerat kombëtare dhe historike. Unë jam këtu sot sepse pavarësisht të gjithave, jam rikthyer për ndryshimin, për ju bashkëqytetar, për Lushnjën, që të krijojë mundësi të zhvillimit në ekonomi, në arsim dhe në shëndetësi. Si profesioniste në fushën e mjekësisë, po sjell për ju disa pika të programit ton në fushën e shëndetësisë. Cilësia e ilaçeve do të konsiderohet çështje e sigurisë kombëtare dhe në asnjë rast nuk do të lejohet tregtimi i barnave në standardeve europiane. Ne angazhohemi që mjekët specialist mos të paguen më me rroga bazë, por të jenë ortak me shtetin dhe të paguen në bazë të performancës. Ne angazhohemi të ndërtojmë në 4 rajonet e vendit 4 spitale të mëdha rajonal që do të japin shërbim cilësor. Ne angazhohemi të ndërtojmë në 12 qendra të specializuara për fëmijët me autizëm dhe kujdes për personat me aftësi të kufizuar. Ne angazhohemi të ndërtojmë një qendër të specializuar për riprodhimin dhe fertilitetin. Më lejoni në mbyllje t'ju rikujtoj diçka, që para një shekulli, pikërisht në godinën pas meje, u mblodhën shqiptar nga të gjitha krahinat e vendit dhe u morën vendime të rëndësishme historike në atë që ne e njohim si Kongresi i Lushnjës. Nga ky vend historik, duke nisur nga sotja deri më 11 maj, unë shpresoj që banorët e Lushnjës do të marrin vendime historike duke përqafuar dhe mbështetur një alternativë të re, një vizion të ri, sepse Lushnjës duhet i rikthehet dinjiteti. Faleminderit. Ftoj tani një nga kolegët e këtij rrugutimi, pedagogen Eda Cauli. Të lutem. When I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Të dashur bashkëqytetarë të mi, sot kam kënaqësinë të flas si vajzë dhe si nuse e këtij qyteti ku unë jam pjesë. Prej disa kohësh jam bashkuar nismës Shqipëria bëhet sepse besoj tek vlerat, idealet dhe vizioni që kjo lëvizje për të sjellë. Faleminderit. Faleminderit. Sot dua të ndalem tek disa problematika të qytetit tonë. Edhe pse me njerëzit më punëtor, sot Lushnja është pa mbështetje në bujqësi, sepse fermerët nuk kanë garanci nga shteti për blerjen e prodhimeve të tyre. Ne sot nuk mund ta pranojmë këtë gjë, ndërkohë që importojmë produkte që ne vetë mund t'i prodhojmë. Është e turpshme ta themi, por sot Lushnja nuk ka ende rrugë në parametrat e duhur për të ecur apo për të lidhur zonat me njëra tjetrën. Ne nuk kemi ende një urban të mirëfillt ndër qytetas. Ne e dim shumë mirë që në shumë shtëpi jetojnë vetëm gjyshërit apo prindrit tanë të vetmuar, sepse rinia është gjithnjë e më e paktë në numër. Të gjitha këto së bashku bëjnë që vendi të shpopullohet. Prandaj, ne sot duhet të hapim dyert e punës, që të rinjtë të ndërtojnë jetën këtu, në vendin e tyre, dhe jo të detyrohen të ikin jashtë. Lushnja ka nevojë për një sistem arsimor dhe një sistem shëndetësor funksional, dhe jo në kushtet mirane në të cilat ndodhet aktualisht Spitali i Lushnjës. E si që themi në shprehjes, çfarë bie jashtë, bie brenda në atë spital. Mbështetja e të rinjve, me programe të ndryshme dhe skema punësimi, do të jetë lokomotiva jonë kryesore për të mos e shkretuar më tej qytetin tonë. Ne, Shqipëria bëhet, jemi sot këtu sepse duam që ta ndryshojmë këtë realitet. Sepse besojmë fort te forca e rinisë sonë me angazhime konkrete dhe jo me premtime boshe. Të dashur miq, më datën 11 maj, ju ftoj të na bashkoheni, sepse ne, të gjithë së bashku, mundemi ta ndryshojmë faqen e këtij realiteti. Ju faleminderit nga zemra. Dhe tani, dëshiroj të prezantoj tek ju kolegun tim të nderuar, kandidatin e radhës për deputet, inxhinier Azmer Dulevic. When I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going. Të nderuar qytetarë të Lushnjës,
Unë jam Azmer Dulevic me profesion inxhinier elektrik. Sot jemi mbledhur këtu për të folur hapur, për të reflektuar mbi atë që nuk është bërë në këto 34 vite dhe për të ndarë vizionin ton për të ardhmen. E di që shumë prej jush ndihen të zhgënjur nga premtimet e pambajtura nga të gjitha krahët politik. Dhe unë jam këtu për t'ju thënë juve se zëri juaj do të dëgjohet nëse ju na mbështesni ne të rinjve masivisht me votë në datën 11 maj. Në Lushnjë ka ende rrugë të pashtruara, shkolla që kërkojnë investime dhe shërbimet shëndetësore që nuk i përmbushin as pak nevojat tuaja, sepse sot jemi në Lushnjë, por po të shkojmë në fshatrat përreth, qendrat shëndetësore janë cop-cop, po të themi. Nuk është bërë as një investim dhe detyrohen qytetarët e zonave me mjete alternative për shërbimin minimal të vinë në qytetin e Lushnjës. Por ky nuk është një fjalim për të fajsuar, është një thirrje për veprim. Ne duhet të punojmë së bashku për të ndërtuar një Lushnjë më të fortë dhe më të drejtë për të gjithë. Për këtë, ne kemi shpallur programin që pa modesti fare them është programi më i realizueshëm nga të gjitha krahët politik. Ne do të investojmë në infrastrukturë moderne, do të investojmë në bujqësi, ne do të japim subvencione për çdo fermer dhe subvencionet do të jenë për kilogram prodhimi që do shkoj direkt të çdo familje e Lushnjës, por e gjithë Shqipërisë. Ne nuk premtojmë rregullim, por premtojmë përkushtim dhe transparencë. Në programin ton, ne kemi si pik edhe uljen e çmimit të hidrokarbureve. Gjëja e parë që do të bëjmë është ulja e çmimit të naftës me 32 lek për litër, që do jetë një lehtësi shumë e madhe për të gjithë ju. Gjithashtu, një pik tjetër e programit është pikërisht ulja e çmimit të energjisë elektrike. Ne do ta ulim çmimin e energjisë elektrike aq sa është sot në Kosovë dhe do të kemi çmim dite dhe çmim nate. Çmimi ditën do të jetë 7.4 lek kilovatori dhe çmim nate 3.8 lek kilovatori. Dhe kjo do lehtësoj buxhetin e të gjithë familjeve dhe kryesisht pensionistëve. Le ta fillojmë këtë rrugtim së bashku nga Lushnja për ta bërë Shqipërinë. Faleminderit dhe mos na lini vetëm. Kam kënaqësinë të ftoj një kolege, një zonjë të nderuar, një nën, një avokate me eksperiencë, zonjën Greta Ombeli. Përshëndetje qyteti Lushnjës. Çdo ditë më shumë po duket se mesazhi ynë për bashkim po gjen vend te qytetarët e vendit ton. Ju sot jeni të gjithë dëshmi e guximit dhe të lirisë. Unë quhem Greta Ambeli, jam diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Prej 12 vitesh punoj si juriste dhe avokate. Më lejoni t'ju them të gjithëve se sot më shumë se kur është koha për betejë, është koha për ndryshim, është koha për t'i thënë bollmë vjedhjes, shtypjes, ikjes, bollmë talljes, bollmë qeverisjes me krimin, bollmë vjedhjes e ilaçeve nëpër spitale, bollmë rrugëve të munguara dhe ujit që kur nuk erdhi, bollmë pensioneve mëshiruese, bollmë talljes me djersën e fermerëve, blegtorëve dhe peshkatarëve, bollmë trajtimit pa mëshirë të minatorëve, bollmë trajtimit njerëzor që i bëhet nga shteti punojësve të vendit ton. Sot më shumë se kur është koha për të ndërtuar shtetin e së drejtës dhe për të shpallur luftë pengmarrjes në çdo sektor. Ndaj ne sot, koalicioni Nisma Shqipëria bëhet, angazhohemi dhe betohemi solemnisht përpara jush, se do të ndajmë përfundimisht administratën nga politika.
Kur më nuk duhet të guxoj kush të detyroj punonësit e administratës të bëj vota për pushtetin. Ne do të ndajmë përfundimisht policinë e shtetit nga politika. Policia e shtetit do të jetë polici e shtetit shqiptar dhe jo më polici e partisë në pushtet. Ne do të kushtëzojmë çdo qeverisje të vendit me detyrimin për ta shpallur korrupsionin e zyrtarëve të lartë të shtetit, vepër të tradhtisë rënd kombëtare e cila do të dënohet minimalisht 25 vite burg dhe konfiskim të gjithë pasurisë që buron nga ky korrupsion. Ne do të kushtëzojmë çdo qeverisje të vendit me detyrimin për ta shpallur bashkëpunimin e zyrtarëve të lartë të policisë së shtetit me krimin, si vepër e tradhtisë së rënd kombëtare, e cila do të dënohet po ashtu me 25 vite burg dhe konfiskim të gjithë pasurisë që buron nga ky korrupsion. Ne do të arrijmë të kthejmë pushtetin tek qytetarët përmes miratimit të ligjit për referendumet. Ka ardhur koha që pushtetin ta keni ju të nderuar qytetar, ju që të keni mundësi të bëni ndryshimi në këtë vend, të keni mundësi të rrisni fëmijët në qytetin dhe në shtetin tuaj me dinjitet. Është koha të ndërtojmë Republikën, është koha që Shqipërinë ta bëjmë. Ju falemnderit, më lejoni të thrasë para jush zotin Erio Muska, sekretarin organizativ të koalicionit Lëvizja Shqipëria Bëhet, një inxhinier dhe një qytetar shumë i përkushtuar i qytetit të Fierit. When I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Përshëndetje Lushnja, përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur në këtë ditë të shtune, në këtë paradite këtu për të na dëgjuar neve. Shumë faleminderit nga zemra, një duartërkujtje e madhe për të gjithë ju. Të nderuar miq, unë quhem Erion Muska, lindur dhe rritur në qytetin e Fierit. Kam studiuar në Universitetin Politeknik të Tiranës për inxhinieri informatike dhe prej vitesh punoj në sektorin e IT-s dhe telekomunikacioneve. Sot, përpara jush, vi si një nga kandidatët e qarkut të Fierit, ku do përfaqësoj me dinjitet vlerat që mbart ky qark, vlerat tuaja, vlerat e qytetarëve të lirë. Siç ju shumë prej jush e dini, ky rrugëtim i lëvizjes Shqipëria Bëhet filloi mbi bazën e 4 pikave kryesore. Një nga ato që vota e diasporës dhe hapja e listave. Të nderuar miq, pas shumë e shumë peripecish, pas shumë e shumë vërtetësish, sot vota e diasporës është realitet. Sot bashkëqytetarët tanë kudo në Europë, djemt, vajzat, motrat, vëllezërit tanë do votojnë një herë për gjithmonë për një të drejtë të tyre kushtetuese për votën e 11 majit, për t'i dhënë një dritë jeshile ndryshimit në këtë vend. Të nderuar miq, pika jone e dytë më kryesore ishte hapja e listave. Po çfarë ndodhi me hapjen e listave? Nuk e deshën dhe lëshuan topat e tyre të baltës, gurët gjithandej kundra hapjes së listave që Lëvizja Shqipëria Bëhet, koalicioni i saj Nisma Shqipëria Bëhet bëri. Ata po lëshojnë gjithandej sulmet ku thonë keni futur baballarët, keni futur motra, keni futur vëllezër. Po si t'ja bënim ndryshe, më të nderuar miq? Si t'ja bënim ndryshe? Më falni, po këtu po ju jap një ilustrim të shkurtër si do jetë një flet votimi. Për lehtësi kam vendosur vetëm 3 nga kandidatët, nga partitë, nga koalicionet që do kandidojnë këto zgjedhje. Nisma Shqipëria Bëhet. Sipër do jetë kuadrati ku do vendoset dhe do vetohet për subjektin, për partinë. Këtu poshtë ka marrë shembullin e qarkut të Fierit. Qarku i Fierit ka gjithsej 16 kandidatë, 5 prej të cilëve 1/3 do jetë në listë të mbyllur. 5 kandidatët këtu, siç ne kemi shpjeguar dhe vazhdojmë ta shpjegojmë, për vetëm arsye që të hapim listat, që ju të votoni, që ju të shprehni lirisht dhe të zgjidhni deputetët që duam, jo deputetët që ju caktojnë kryetarët e partive. Në këtë kuptim, këto 5 emra do jenë familjarët tanë. Po, ja u them unë këtu para jush, do jenë familjarët tanë, prindrit tanë, në të cilët ne kemi garanci
që do japin dorëheqje dhe në këtë mënyrë të hapim garën ku secili nga 16 emrat e listuar më poshtë ju ta zgjidhni për emër. Kujdes, nuk do të ketë numra, do jenë vetëm emra. Kështu që ju duhet votoni për emrin në të cilën ju doni ta jepni votën në listën e qarkut fier. Të nderuar miq, mbi 245.000 bashkëdhetar të tanët u regjistruan nga diaspora për të votuar në 11 maj. Nga këta 49.000, gati 50.000 vinin nga qarku i Fierit. Çfarë do të thonë këto shifra? Këto shifra tregojnë shpopullimin masiv që është bërë këtij qarku. Qarku i dytë më i populluar në vend pas Tiranës është sot qarku i dytë më i shpopulluar në vend pas Tiranës. Po pse ikin këta njerëz? Pse largohen këta nga vendet e punës? Pse largohen këta nga vendi i tyre? Pse largohen nga vatrat? Vetëm për një arsye. Ajo është ekonomia. Sot ne jemi në Europë emigrant ekonomik. Këtu nuk ka luftë, këtu nuk ka vështirësi, këtu ka vetëm një kast të kalbur e cila ka mbajtur peng këtë vend prej 34 vitesh dhe nuk e lëshon. Në këtë kuptim, një nga pikat kryesore të programit ton është ekonomia, dhe vetëm ekonomia do jetë ajo e cila do ta bëjë këtë vend të ndryshojë. Po në ç'kuptim kuptim, të nderuar miq? Ne nisim nga pika kryesore, nga arsimi. Pse arsimi është i rëndësishëm? Sot Shqipëria vetëm 2.4% të prodhimit të brendshëm bruto e hedh në arsim. Shumë pak në krahasim me vendet e rajonit. Shumë pak kur Kosova e ka rreth 4.6-4.8%. Ne zotohemi në 24 muajt e parë të qeverisë së vendit ta çojmë minimalisht 5%. Minimalisht 5% për t'i dhënë një mundësi arsimit të ringjallët, për t'i dhënë një mundësi fëmijëve tanë që të shkollohen me dinjitet si të barabartë në rajon, në Europë dhe në botë. Po si lidhet kjo me ekonominë? Naturalisht një arsim cilësor do bëjë që profesionistët jenë më cilësor në të gjitha fushat. Ne sot jemi në qarkun e lushnjës. Sot ju dëgjuat inxhinierin, Azmerin, i cili foli për subvencionet në bujqësi. Si shkojnë subvencionet sot në bujqësi? Subvencionet sot në bujqësi shkojnë në duart e 5 njerëzve. Të duhet kjo, ajo për të marrë një subvencion sot në bujqësi. Si do bëjmë ne? Subvencionim për kilogram, subvencionim për prodhim. Është prodhimi ai që do ta çojë përpara ekonominë, është prodhimi ai i cili do ringjallërojë ekonominë, do ringjallërojë industrinë e lehtë të qytetit të Lushjes, të qarkut të Fierit dhe mëtej. Si një nga hambaret e Shqipërisë i thoshin. Po e di si është sot? Me të drejtë tha doktoresha Fioralba, hambari i Shqipërisë. Sot është hambari pamundësisë. 3. Ekonomia lidhet ngushtisht me burimet natyrore të rajonit. Sot rajoni jon, qarku i Fierit, në tokë e tij është e pasur me naftë. Po sa marrim ne nga kjo naftë? Dini të ma thoni? Ja u them unë, zero, sepse shkon e gjitha për korrupsion, shkon e gjitha në shpërdorim dhe taksat e vendit ton nuk marrin asnjë lek mbrapsh. Në këtë kuptim, ekonomia e bazuar në programin tonë në kupton arsim dinjitoz, subvencionim dhe rritje të prodhimit, marrje në kontroll të burimeve natyrore dhe shfrytëzimi i tyre në dobi të rajonit dhe në dobi të qytetarëve të këtij vendi. Të nderuar miq, nuk është e lehtë të jesh këtu përpara jush, të kandidosh në këtë qark, të duash të bësh zëri juaj, po kur ju shohim kështu kaq të shumt në këtë shesh, njerëz të lirë, njerëz me zemra të pastra, ne na rritet besimi, ne na rritet forca që së bashku Shqipëria bëhet që çka me të, sepse nuk ka forcë më të madhe se sa populli kur bashkohet. Duke falendruar për vëmendjen me lejoni që të ftoj një nga miqtë tanë, një nga anëtarët dhe kolegët e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, Ilir Xhemalaj. When I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the... Të nderuar qytetar lushnjar, miq, njerëz të ndeshëm të këtij qyteti krenar. Sot nuk jemi mbledhur këtu për të dëgjuar fjalime boshe. Nuk jemi mbledhur këtu për të dëgjuar një skenar të zakonshëm politik. Jemi mbledhur për të nisur një ndryshim të vërtet.
Lushnja është qyteti i historisë, i punës, i njerëzve që kur nuk janë dorëzuar, por sa herë ju kanë premtuar dhe ju kanë harruar. Sa herë keni pritur që dikush të mbaj fjalën e në fund jeni lënë vetëm. Sot ne duhet të themi boll. Sot ne hapim një rrugë të re, një rrugë ku politika nuk bëhet për interesat të ngushta, por për njerëzit, një rrugë ku pushteti nuk është privilegj, por është përgjegjësi. Unë vin nga një parti që është Lidhja për të Drejtat e Punëtorëve Shqiptar, dhe së bashku me dy partitë e tjera, me Nismën dhe me Shqipëria Bëhet, kemi krijuar këtë koalicion. Jo, ne vim këtu jo si një parti politike, po si një lidhje e njerëzve të zakonshëm, një zë i qytetarëve që për shumë kohë janë ndirë të harruar dhe të zhgënjur nga premtimet boshe, dhe politikat që nuk kanë sjellë asnjë lloj premtimi real në jetën tonë. Ne besojmë në një Shqipëri ku puna e ndeshme shpërblehet. Në një Shqipëri ku të rinjt e shohin të ardhmen këtu, në vendin e tyre, dhe jo jashti, në një vend ku fermerët, sipërmarrësit dhe profesionistët gjejnë mbështetje jo vetëm nga shteti, por nga të gjithë ne si shoqëri. Sot doja të flisja pak për bujqësinë, pavarësisht se gjithë kolegët e pritën e folën pak, por unë duke qenë një djalë nga Fieri dhe duke qenë një muzeqar si puna juaj, doja të cikja pak të plagën e bujqësisë. Ajo që ne marrim zotim të bëjmë është një mbështetje konkrete për bujqësinë, për fermerët, përmes subvencioneve të drejtë për drejta, uljes së kostove të inputeve bujqësore dhe lehtësimit të tregtisë së produkteve bujqësore vendase, duke prerë atë zinxhir që është krijuar rreth qafës atij fermerit, rreth grykës së tij që po e mbyt sot, ku fermeri e nxjerr koston e prodhimit shumë të ulët dhe atje në Tiranë vjen me 10 fishin e kostos. Pse? Sepse janë ata 5 njerëz që përmendi dhe kolegu pak më përpara, që po ja marrin frymën bujqësisë. Jo, prodhimi bujqësor duhet nga fermeri të vejë direkt në tryezën e qytetarëve, në Lushje, në Tiranë, kudo që ata janë. Duhet të investohet në infrastrukturën bujqësore, për rrugë më të mira rurale dhe sisteme vaditje që ndihmojnë në prodhimin e fermerëve. Duhet të eliminojmë çdo lloj burokracie që ka të bëjë me fermerin. Ai duhet të ketë akses të drejtë për drejtë në çdo lloj subvencioni. U ndala pak te bujqësia, sepse doja t'ju prezantoja Indrit Zeqon, i cili është kandidati jon për zonën e Lushnjës. Indriti është një djalë i kësaj toke, i kësaj balte, si i themi ne muzeqarët. Një fermer që përballet çdo ditë me vështirësi të mëdha. Indriti është një prej jush që një dhimbjen tuaj dhe sfidat e përditshme që ju kaloni në përballjen me këtë makineri kaq të madhe shtetërore. Indriti nuk është një politikan që po vjen nga Tirana, nga Dibra, apo ku diun se nga kuli ku gatuhen këto nominimet e këtyre kandidatëve. Ai është këtu te ju, punon këtu, është fermer i kësaj zone. Dua të bëj një thirrje. Mos prisni më nga askush që t'ju bëjë ndryshimin. Ndryshimi jeni ju. Duhet të filloni ta mendoni këtë gjë kur të veni atje te kutia e votës. Mendoni për fëmijët që keni në për emigracion, në për Itali, në për Greqi. Mendoni që ata fëmijë duhet të jenë këtu sot me ju. Bashkohuni me ne, na mbështesni që të bëjmë ndryshimin të gjithë së bashku. Sot është dita jon, është koha jon. Rrof Lushnja, rrof Shqipëria. Tani dua të ftoj në skenë një kolegun tim shumë të mirë, një person i cili ka dhënë shumë për këtë lëvizje dhe që mendoj që është një vlerë e shtuar në këtë lëvizje. Pano Sokon. When I'm gonna stand up, take my people with me
Përshëndetje të gjithëve, ta mbaj që klarë se është kënaqësi që të vi këtu tek ju. Zakonisht ju e dini do filloj do flisja për ekonominë. Dhe në fakt, edhe këtë që do të them, do ta lidh pak më vonë me ekonominë. Sepse nuk mund të lija pa përmendur atë që ka ndodhur këto 48 orët e fundit, që kur kanë dalë listat. Ju keni parë të tollovinë e madhe të njerëzve të cilët janë të shqetësuar, pse kemi futur ne prindrit në listat e mbyllura. Jo sepse se din, por sepse ata kanë një hall tjetër. Ata hallin nuk e kanë tek listat e prindrit tanë që janë të listat e mbyllura. Ata e din shumë mirë që prindrit që janë në listat e mbyllura do të tërhiqen. Ata e din shumë mirë që ne nuk do të vendosnim prindrit të cilës kanë asnjë aspirat si ndonjë i rrjedhur andej nga Tirana për të bërë deputet në moshën 80 vjeçare. Jo, prindrit tanë janë të ndershëm. Ata duan të shijojnë vjeshtën e tyre. Por u gjendën aty për të na ndihmuar ne, fëmijët e tyre, si për t'i dhënë një mesazh pleqve të Tiranës dhe Tiranës së pleqve, që këtu duhet të drejtojë rinia. Por nuk shqetësohen ata për prindrit tanë, më besoni. Ai është truku. Ai është gremçi ku janë kapur. Ata kanë një problem tjetër. Problemi tyre është demokracia. Ata janë të tmerruar që ne po kandidojmë me lista të hapura, sepse bën ç'është e mundur që kushdo në këtë vend të jetë thjesht një dekor demokracie në një sallon diktature. Por ne nuk e pranojmë. Ne do të garojmë me lista të hapura. Këta që shikoni këtu, këta janë kandidatët tanë, të cilët ato që do mbështesni ju. Atë do të çojmë në parlament, nuk e zgjedh unë, nuk e zgjedh Fiku, nuk e zgjedh Endri, e zgjedhni ju. Dhe kjo është Shqipëria që ne do të ndërtojmë. Këtë model që japim këtu, këtu do të japim edhe kur të vemi aty. Ne duam demokracinë. Sot unë nuk jam antar i Partisë Demokratike. Partia Demokratike është e vdekur. Ne po japim këtë model sepse duam të tregojmë si do t'jemi nesër. Por po japim këtë model edhe për të dhënë një mesazh. Kjo është mosbindja civile. Ajo që shumë opozitar përmendin nuk është mosbindja civile, të djegësh kosha e të thyesh tabela sepse ne i paguajmë ato. Ne i paguajmë ato. Mosbindja civile është i vësh gjoksin demokracisë kur diktatura e sulmon. Dhe ne, pavarësisht se u munduan të na ndalonin me ligj, me gjykat kushtetuese, ne prap dolëm me listat hapura dhe kokë po i tmerron. Lufta është ndaj listave të hapura, miq. Lufta është që mos ju lënë juve të zgjidhni deputetin. E duan ta zgjedhin vet. E do ta zgjedhi vet Edi Rama. E do që ta vendosi listën vet. Kush do të i pari, i dyti, i treti, pse do këtë? Sepse pseja është më e rëndësishme. Sepse kur të dërgoj ato ligjet, ato koncesionet, ato pët, ato investitorët strategjik në parlament, të gjithë deputetët zip, mos ta hapin gojën. Pse? Se ky thotë s'të fus në listë. Prandaj i duan listat e mbyllura këta. Sepse nëse ju do t'i zgjidhni deputetët, atëherë çdo deputet do t'i thotë siç i thon republikanët Donald Trumpit, që është njeriu më i fuqishëm i botës, e prap republikanët, deputetët republikanë në Kongresin Amerikan kanë gjithë autoritetin për t'i dalë përballë edhe njeriu më të fuqishëm në botë. Pse? Sepse kanë marrë fuqinë nga vota e popullit. Dhe ne këtë duam të sjellim këtu në Shqipëri. Deri më sot na kanë 3 dhur. Na kanë 3 dhur. Duke na vënë një listë emrash dhe ka thënë, bëni çfarë doni juve. S'keni gjë në dorë. Do votoni partinë, e ndaj unë, se kush do t'jetë në parlament, e kush nuk do t'jetë në parlament. E kush ka shkuar në parlament? Gjithë lëpirësit. Pse? Sepse i duen ati, si që thash më parë. I duen që kur të uli subvencionet bujësore për juve, unë ka folu shumë për subvencionet bujësore, e i duhet që kur të rrisi taksat e inputeve bujësore, për juve,
ata ta shepin gojën. Askush mos ngrihet e ta kundërshtoj atë. Për këtë i duhet. I duhet që ku lekët e skemës së TVSH-s së fermerit, ti marri ti çoj te investitor strategjik, të gjithë të rinë gatitu. Prandaj duhen listat e mbyllura. Dhe lufta që po na bëhet sot, lufta që po i bëhet nismës Shqipëria bëhet, nuk ka lidhje me baballarët, me prindrit. Jo, është fasada ajo. Lufta është sepse ata janë të tmerruar që ne po sjellim flat demokracie në këtë vend për herë të parë, pas 34 vjetësh, dhe po i bëjmë me gjoksin tonë, po i dalim me gjoksin tonë për para. Dhe nuk do t'i lejojmë. Ata të vazhdojmë me këto e baltës. Të vazhdojmë me baltën, me lumin. Ata që rinë në për studio, pinë raki dhe dalin në studio. Po, që marrin lekët, fusin lekët e xhepi, dhe shkojnë në shtëpi edhe me ato lekët e tuaja, që janë tuajat. Mos mendoni se i nxjerrin ata që japin lekët i nxjerrin nga xhepi tyre. Jo, ja u marrin juve me lekët e taksave. Shijojnë dhe tallimen e të tjerët. Po, Shqipëria nuk do t'jetë më vendi i dy botëve. Ku në një botë qëndrojnë ca që zhgryen në plurin e rrugës, e në për kodra, e në për male, e në për esorte, qëndrojnë ca të tjerë që me gjakun e këtyre që qëndrojnë në rrugë, ka ndërtuar pasurit të pamundshme, që nuk e mendon dot, as për 100 apo 200 vjetë për ta ndërtuar. Kjo do jetë një luftë e fortë. Më besoni, do jetë një luftë e fortë. Ata s'mund ta lëshojnë, kaq kollaj. Por ne jemi të vendosur për t'i vajtur deri në fund, qoftë edhe me koston e sakrifikimit personal të njeriut politik që është brenda nesh. Po, unë jam gati, le mos shkoj në parlament, ama unë listën e hapur do ta mbroj deri në një. Unë demokracinë në këtë vend do ta mbroj deri në fund. Unë dhe shokët e mi jemi këtu për treguar që ka një Shqipëri tjetër. Një Shqipëri ku deputetin nuk e zgjedh kryetari, po e zgjedh qytetari. E zgjidhni ju që paguani lekët. Dua ta mbyll, miq, me një shprehje. Nisma Shqipëria bëhet, mund të jetë shumë gjëra. Por më besoni, asnjëherë sa të jemi ne që na shihni këtu, në atë lëvizje, në atë koalicion, ajo nuk do të kthehet në një dekor demokracie brenda një salloni diktature. Asnjëherë, kur! Më lejoni të ftoj një mikun tim të betejave, i cili ka marrë përsipër misionin e madh të kthimit të shpresës në këtë vend. Më lejoni të ftoj Adriatik Klapaj. When I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling? Calling me to answer, gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. When I'm gonna stand up, take my people with me. Together we Një, dy, okej. Për të prirë syrin e keq. Një duar trokitje për gjithë lushnjarët dhe mizeqarët. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ditë e bukur shumë. Ata me balt dhe qytetarët po shtohen. Ata me shpifje dhe tyta, shpifjesh, dhe qytetarët po bashkohen. Ata me sulme dhe ne po gjim forë se nuk po ndalemi. Është kohë për ndryshimin e madh.
Të dashur miq, ne nuk na ndalën me panon e shok të tjerë. 15 vite më parë, kur e nisën si dim, që nuk i njënde tush, e jo më sot, që na dojnë e më shtet, gjithë Shqipëria diaspora, nuk ka kësim pas. Ata, që nuk kanë çfarë t'i japin më Shqipërisë, sepse i kanë dhënë njerin, i kanë dhënë largim të rinisë, i kanë dhënë shpërfytyrim ekonomik. Sot të vetmin argument kanë është të na sulmojnë ne. Pse po kërkojnë garën, po luftojnë për garën, e po mbajnë fjalën për garën, duke ardhur para qytetarëve me lista të hapura. Çfarë krenarie? Të na sulmojnë pse jemi subjekti që nuk ka pranuar që kryetari të ripari, që antarët e kryesisë të marrin drejtimin e veçarqe, por kemi pranuar të rinë në gasit barabart. Mund për të gjithë besimtarët musliman të vendit tonë, Ramazan të pranuar. Qoftë muaj bekuar. Pra ata sot shohin si problemin më të madh eksaktësisht atë që është zgjidhja më e madhe, gara. Sot për ata zgjedhja jonë, sfida jonë për të shkuar në lista të hapura është pasqyra që i nxjerr shëmtuar në sytë e popujt dhe të vërtetës së madhe që ka shkatruar Shqipërinë. Po ndalem pak për të shpjeguar çfarë është kjo zgjedhje që kemi bërë dhe pse është zgjedhja e dur dhe e guximshme. Sigurisht që Adriatik Lapaj mund të zgjidhte si këta të tjerët të renditej në Tiranë i pari
e të rinde në për televizion, e të pinte, e të tave, e të qeshe, si shbëjnë këta. Por jo, zgjodha të zbres në listë hapur, dhe jam i 3 jeti, as i pari, as i dyti, as i treti. Sepse në këtë betej, nuk kam hyrë për të shkuar deputet, po kemi hyrë për të demokratizuar vendin a dhëun ton. Pano, Endri, janë e më poshtë se unë në listë, sepse këshu e përcakton ligji, dhe ky është guximi. Dalin e thonë, kanë vënë prindrit, thonë për babajnë tim, babaj im është atje ku është, i bjeni qafë, po tjetër gjë. Po, ekipi kryesis, ka vendosur prindrit e të afërmit, për një arsye shumë thjeshtë, për t'i dhënë juve garancinë, që ata nesër do t'i djegin listat e mbyllura. Po pse s'ka gjë, më mirë do bëhet. Po pse erdhëm në këtë pikë? Pse erdhëm në këtë pikë? Se nuk është se zgjuam një ditë dhe thamë do bëjmë këtë, jo. 14 muaj më parë, shkruam një projekt ligj, i cili bazohej në një vendim të gjykatës kushtetuese që detyronte parlamentin ta shpënde sistemin e mbyllur. Shkruam një projekt ligj për hapjen e sistemit dhe të listave dhe ja quam parlamentit 140 deputetëve në emër të përveçëm secilit. Si do thoni ju, a e mori në një prej tyre qa çonte përpara sipas kushtetuesës? 0, asnjë. Pas kësaj, zbritëm qytet me qytet, erdhëm dhe këtu në Lushnjë, ku morëm rreth 1500 firma nga ju të nderuar qytetar. Dhe quam në parlament 2 projekt ligje, një për votën e diasporës, që ja dole me për cilën jemi krenar. 2. Hapjen e sistemit zgjedhor, demokratizimin e Shqipërisë. Nuk e miratuan, se miratuan sepse ajo është mundësia që ata ta mbajnë peng popullin tonë si që kanë mbajtur. Nuk u dorëzuam, e morëm dhe e kundërshtuam atë vendim në gjykatë kushtetuese, por e të nisi ky vend. Në gjykatë kushtetuese prap nuk e lejuan, duke synuar ta mbajnë peng Shqipërinë. As Sham, as Maukuam, as gjyqtarët e as një tjetër. Por zbritëm dhe kërkojmë sot politikisht t'i shpartalojmë ato lista përmes djegjes listave të mbyllura, që nesër të shkojmë t'i japim parlament. Por ne do kishtë qenë shumë komode të zinim të gjithë kryetarët e televizjes, vendet e para në përqarqe, si shplukunia së djeshme se keni parë pozien, por jo një zëri vendosëm të zbresim në listat të hapura, le të shkojmë në parlament i dignitet, ose kur mos shkofshim, o be dignitet, o kur. Ndaj, kur të qojni nga ky shesh, flisni me njerëzit, mos i lini të manipulohen, bindini që kjo është mundësia për ta qarë sistemin e tyre, që sa herë u rrezikohet bëhen bashk, sa herë kërcënojnë e eksistencë bëhen bashk, sepse për ata nuk është thjesht politik, po është biznes me vlerë 9 miliard dolar, aq sa vlen buxheti i shtetit shqiptar. Po çfarë kemi kërkuar ne? Se ne ende si jemi në fushatë, se kur të nisë fushata, do jetë aq e zjarë dhe aq madhështore, sa do e kuptojnë çfarë kanë bërë. Ne nuk kemi dalë këtu, tu themi njerëzve, si shde i dëgjuat këta tanët, tu themi njerëzve, na votoni ne, se ne jemi më të mirë se ata. Ne nuk kemi dalë në për Shqipëri e në për diaspor, tu themi njerëzve, ne jemi më të zgjuar a më të ndershëm se ata. Ne nuk kemi dalë për të bërë këtë ndasi, ne kemi dalë për të kërkuar njerëzve një bashkim të madh, pavarësisht dallimeve, për të demokratizuar Shqipërinë me 4 shtylla kryesore.
1. Vota e diasporës për të cilën luftuam dhe realizuam. 2. Demokratizimi Shqipërisë përmes hapjes së listave, që të mos i zgjedhin më kryetarët deputetët, por të zgjedhin qytetarët. Unë të nderuar qytetarë të Lushjes, kam sot një pyetje për ju. Pasi erdhën para 4 vitesh dhe u morën votën për të qeverisur, deputetët që votuat përmes partive të tyre, a erdhën më për 4 vite të mbledhin e të pjesin për ligjet që miratojnë në atë parlament? Po apo jo? A e dini pse nuk kanë ardhur? Sepse ata e din mirë që deputet nuk i bëni ju, po i bëjnë kryetarët. Sepse ata e din mirë që deputet nuk i bëjnë qytetarët, po i bën partia. Do kryetari i rendit në listë fituse, zdo kryetari se nuk i shërbejnë, i nxjerr nga lista. Dhe kjo është ajo që duam të bëjmë. Ta shpartalojmë të sistem bandash që i detyron njerëzit të votojnë të keqen në të vogël. Miq, e treta, ne kemi kërkuar ligjin për referendumet. Çdo me thënë ligji për referendumet. Këtu mes nesh kemi Flogert Goriçanin, që është përfaqësues dhe kandidati jon për Oskovecin. Një nga kandidatët. Do shkojnë e do bëjnë aty një termocentral me teknologji të viteve 70. As po pyesin asnjëri, as po marrin mendim të asnjëriu. Qytetarët të traumatizuar shohin se si ti ikin edhe nga ajo krahim bujqësore e mrekushme. Shikoni çfarë bëri me kampin e refugjatëve në Lezhë. Ul hëngri një drek me kryeministren e vendit mik fqinj dhe tha hajde bëre pa pyetur askënd. Shikoni me vendime të tjera që i marrin nga një orkanjësi nga mjediat ndërkombëtare, sepse këta e trajtojnë Republikën si pronë të babait, si qiflik personal. Përmes ligjit për referendumet, ne duam ta zhbëjmë këtë garanci një herë mirë për çdo që vjen në pushtet, pavarësisht nëse e ka emrin Edi, Sali, Pano, Adriatik, Endri, Eda, nuk e di. Rëndësi ka të vendosim një sistem që e ndalon abuzimin në pushtetin. Ne e kërkojmë bashkimin për ligjin për referendumet, sepse ai është çelësi magjik që fjalën e fundit e kthen te ju qytetarët. Ligji për referendumet do të mundsoj që të gjitha vendimet e politikës, VKM-t e qeverisë, ligjet e parlamentit, vendimet e këshillave bashkiake në pushtetin lokal, të mos jenë fjalë e fundit, kur ato vinë hapur në kundërshtim me interesin publik. Fjalën e fundit ta kenë qytetarët përmes referendumeve, duke u thënë ndalu bek se ka ndek. Katër, kujtoni në tavolinat tuaja, në mbasdite, në shtëpitë tuaja me miqtë tuaj. A uleni ju dhe diskutoni dhe thoni, po këta e vjedhin votën, po këta kanë komisionerët, po këta kanë numërusit. A ka 34 vite këtu që asnjë palë si pranon zgjedhjet. Sa herë umbet njëra palë, thot mi vodhi pala tjetër. Ajo që ja kanë vjedh një herë, fiton, thot mi vodhen këta të tjerët. Është kështu apo jo? Sepse sistemi është i kapur përmes organizimit të zgjedhjeve politike nga një sistem që numërosit e të gjithë strukturat e administrimit të zgjedhjeve i kanë nga partitë e mëdha politike të derisotshme, se nuk janë më të mëdha, të mëdha kanë vetëm të keqen që i kanë bërë Shqipërisë tashmë. Çfarë synojmë ne? Ne synojmë transformimin e këtij ligji. Ne synojmë që të depolitizohet administrata zgjedhore, që do të thotë administrimi i zgjedhjeve në Shqipëri në të ardhmen të mos bëhet më nga partitë politike, po të bëhet nga profesionet e lira që mbajnë përgjegjësi para ligjit, avokatët, noterët, pastaj nga gjyqtarët, prokurorët, siç e ka Greqia. E nëse del që në një kuti votimi ka qoftë dhe një vot gabim, ai përveç se shkon kokër të burgut, përveç se shkon te burgu, humbet dhe licencën e profesionit. Kjo do na sjell garanci për të pasur më në fund zgjedhje të lira e të ndershme. Paramendoni ju se keni një ekip futbolli që ka qenë me nam kur kam qenë në gjimnaz, me thënë drejtën, e mbaj më mirë. Sikur ju të merrni pjesë në kampionat,
Pra të merrni pjesë si ekip futbolli në kampionat dhe të pranoni që të gjitha ndeshjet e Lushnjës, edhe kur bën derbin me Fierin, të arbitrohen nga arbitrat e Fierit. Shkon kjo apo jo? Këtë duam të shbëjmë. Dhe do të shbëjmë me mbështetjen tuaj. Pra lufta jonë është parimore për këto 4 pika nga të cilat votën e diasporës e realizuan. Nuk do ndalemi derisa të realizojnë dhe 3 të tjerat. Të dytën hapjen e sistemit, po e aplikojnë tashmë për ne zgarimin tonë në listat e hapura dhe nesër në parlament duke imponuar ndryshimin e ligjit elektoral. Tani vim te programi jon politik për hallet tuaja të përditshme. Nuk bëhet Shqipëria, thonë, po sigurisht mo, po të bash një qeveri që është përfaqësuese e shtetit më të varfër të Europës, por që mban një avion personal qeveritar më të madh se shtetet më të fuqishme të Europës e që na kushton 15.000 euro ora e fluturimit, nuk bëhet dot Shqipëria. Po sigurisht mo, po të bësh fasada të ministrive e të kryeministrisë duke bërë një kopësht të varur kushton 5.3 milion euro dhe e sheh vetëm ai apo shokët e tij, nuk bëhet Shqipëria. Po të ndërtosh tunela për vilat e tyre, nuk bëhet Shqipëria. Po të avionësh, nuk bëhet Shqipëria. Jo. Po sigurisht që bëhet. Nëse ti bën një program dhe sjell një klasë të re politike me një sistem demokratik që paratë e subvencioneve i çon te fermerët. Më lejoni miq, tu flas për bujqësinë si nga elementet e shtyuat e kurizore të myzeqesve të Lushnjës. Ne kemi një program fantastik për bujqit, blektorët, peshkatarët, bletarritësit, e të gjithë krajinës tuaj dhe të gjithë Shqipërisë. Cili është? 1. Do t'i shbëjmë të gjitha skemat korruptive të deri tanishme, që parat i çojmë në pak duar, dhe ato subvencione që vinë shkojnë në pak duar. Sot Shqipëria ndan 26 milion euro subvencione në bujqësi dhe blektori, ndërkohë Kosova, që ka 3 herë më pak tokë bujqësore, ka kaluar mbi 100 milion euro. Dhe ju e dini mirë që dhe ato 26 milion që ndahen këtu, nuk vinë te ju, po shkojnë te ata që janë njerëzit e partisë së tyre. Çfarë do bëjmë ne? Se këta kanë vënë skema ulëritse. Mbajmë njerë vënë këtë skemën e subvencionit të naftës në peshkim. Edhe këta oligarkët e peshkimit, i dini mirë ju kush janë, shkonin këta, blinin naft me 500 lek, e shisin me 800, fitonin 300 lek për litër, në vënd të dilnin në detet, kapnin peshk, u kthyen në tregtar nafte, ata fitonin lek nga nafta, ne e blinin peshkun më shtrenjt. Kjo ka ndodhur. Po, ndërkohë një skem tjetër është që të marrësh subvencione për vreshtarin duhet të kesh 2 hektar. Po s'pate 2 nuk t'i japin. Po edhe po pate 2 duhet të kesh certifikatën e pronës. Po ndërkohë kanë 34 vite që nuk u japin letrat e tokës. U ambajnë varur. Kjo është tallje dhe këto të gjitha ne do t'i shbëjmë. Nuk na duhet a ke certifikat toke apo jo, se sa kohë se ke marr është faji shtetit. Nuk na duhet sa hektar ke mbjell. A ke mbjell 5 dylyme a 5 hektar. Nuk na duhet sa naft përdor, sa punëtor, sa energji elektrike. Jo. Ne do të bëjmë një mesatare të kostos prodhimit dhe do të subvencionojmë për kilogram prodhimi. Prodhove 1000 kilogram domate, i çove te pika e shumicës, preu fatur dhe ti ke kosto zero, do të marrësh subvencion 1000 kilogram, her 150 lek për kilogram, 150.000 lek. 10.000 kilogram, her 150 lek për kilogram, 1 milion e gjys. E kështu me radhë, kjo do të bëjë të mundur që haku të shkoj te djesta e të Zotit. Të njëjtën gjë. Të njëjtën gjë. Do ta bëjmë në blegtori me sasinë e prodhimit qumshit, miqit e meradh, të njëjtën gjë në peshkim me sasinë e peshkut kapur, të njëjtën gjë në bletari me sasinë e koshereve dhe bletëve dhe mjaltit prodhuar. Kjo do të krijojë mundësinë që të zhvilloni prodhimin në vendin tuaj e të mos detyroheni t'ikni. E dyta, sa nga ju këtu e të afërmit tuaj keni dëgjuar që shkojnë marrin kredi në këto institucione të fantazëm, të fajdeve, nga 5.000 euro, nga 10.000 euro, se t'i japin dhe këshu pa shumë dokumenta, dhe pastaj detyrohen të paguajnë nga 20-30.000 euro, ose u shesin apo blokojnë shtëpit. Këto ne do t'i shbojmë, ne do të ndërtojmë bankën kombëtare
agrare e cila do t'i jap për fermerët, blektorët, bujqit, peshkatarët, bletaricit, kredi deri në 100.000 euro, me interesat ulta të buta, me qëllim që t'u jap ju mundësin të lullëzoni vatrat tuaja, fermat tuaja dhe fermat e gjithë shqiptarve. Ndaj, na duhet mbështetja juaj. E treta, do të punojmë fort për cilësinë e farave dhe pesticideve. Të gjitha kompanit që importojnë, tregtojnë apo prodhojnë fermat, fara, ndjes, apo fidan bujqësor, do të kenë marrëveshjet posaçme me shtetin, që do të thotë, do t'i trajtojmë si çështje të rëndësisë dhe sigurisë kombëtare, sepse është e padrejtë që një fermer të shkojë të blej një fidan të një bime, të një peme, agrikulture, dhe pastaj në fush të mos prodhoj pas 5 vitesh apo 10 vitesh e të mos mbaj njeri përgjegjësi. Do të bëjmë të mundur që ata që prodhojnë, importojnë dhe shesin pesticide, pera kimik, fertilizus, t'i trajtojnë si çështje të sigurisë kombëtare, sepse nuk mundet të spërkaten ushqimet tona në fermat tona me gjëra të pashëndetshme, të cilat pastaj përkthehen në pjatat tona në sëmundje dhe kancer. Këto janë reforma totale që do të bëjmë në bujqësi për t'i dhënë mundësin Mizeqes të lullëzojë e të kthehet në ambarin që dikur ka qenë. Çfarë do të bëjmë për pensionistët? Për pensionistët, pensioni mesatar në fshat sot është 111.000 lekë mesatari. Ne angazhohemi që pension nën 200 euro në muaj Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë as në fshat, as në qytet, sepse 200 euro në muaj është minimumi jetik me cilin ju duhet jetoni. Për pensionet në qytet do të rriten me 25 euro në vit, për 4 vite me 100 euro, që do të thot ata që e kanë 200 do të shkoj 300, kush e ka 250 do të shkoj 350, kush e ka 300 do të shkoj 400. Ne nuk kemi kohë të presim, sepse prindrit tanë janë në vjeshën e jetës e meritojnë të marrin pas atë që kanë dhënë për ndërtimin e këtij vendi. Për personat me aftësi të kufizuara, të më dëgjojnë mirë, dhe nënat e babalarët e fëmijëve autik me probleme të rënda, do të bëjmë këto reforma. Në Republikën e Shqipërisë kemp pagesë invaliditeti nën 200 euro në muaj nuk do të ketë më, sepse konsiderohet minimum jetik në të cilin nuk mund të jetosh. Për nënat apo babalarët që kujdesen për fëmijët e tyre që dërgjen në shtrat, do t'u njohim si vite pune kujdesin ndaj fëmijëve dhe do t'u paguajmë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që nesër të kemë pension, dhe do t'u japim një bonus si paket ndihme mujore 200 euro në muaj për ta që të jetojnë, sepse nuk mund të jetojnë me frymën e shenjtë. Për personat me aftësi të kufizuara që mund të shkojnë në punë, ligji sot përcakton që në 25 punonjës duhet të punësohet nga çdo ndërmarrje private apo shtetërore. Do ta zbatojmë të ligj me përpikmëri dhe do detyrojmë të gjitha institucionet që rroga për ta të jetë në rastet kur marrin rrogë minimale sipas ligjit të shtohet plus 200 euro, që do të thot 360.000 lekë sot plus 200 euro 560, sepse ne duhet kujdesemi për më të dobtit e shoqërive tona. Për rinin, të më dëgjoj rinia, kemi një program fantastik që bën fjalë për lullëzimin e familjes shqiptare, që njerëzit të mos ikin më, që rinia të mos ikin më. Ne kemi në program paketën Shtëpia ime a dheu im. Çfarë do me thënë? Për të gjitha çiftet e reja ku janë në punë burrë e grua, këte e bëjmë që të punësojnë dhe gratë mos i mbajnë në shtëpi. Për të gjitha çiftet e reja do të kenë mundësi të marrin kredi me interes fik 1% të pandryshueshëm për të blerë apartamente me sipërfaqe deri në 80 metra katror, pa u dashur të kenë garanci apo pron kolateral, garant për ta do të dalë shteti shqiptar.
Këto çifte të reja do të jenë bashkëpronar me shtetin në hipotek deri ditën që shlyhet apartamenti. Interesat mbi 1% i paguan shteti shqiptar. Ditën që shlyhet apartamenti, kalon 100% në pronësi të çiftit dhe jeta vazhdon e lulëzon përpara. 2. Për të gjithë fëmijët e Shqipërisë, nga kur lindin, e derisa bëhen 18 vjeç, do të fusim paketën e kujdesit financiar, e cila si fillim do të jetë 30 euro në muaj për çdo fëmijë. Shteti shqiptar do t'i trajtoj fëmijët e vet si fëmijët e Shqipërisë për të lulëzuar të ardhmen. Synimi është që kjo pagesë pas 4 vitesh nëse ne drejtojmë të shkojnë në 50 euro në muaj si një mundësi për të krijuar çifteve të reja një jetesë më të stabilizuar në vendin tonë përbashkët e për të mos lejuar mëzbrazjen e ikjen jashtë. Së treti, 1 në 3 çifte të reja sot ka probleme me fertilitetin që do të thotë me riprodhimin. Nuk e tregojnë, por është shkencërisht e vërtetuar. Për këtë arsye, ata enden dyerve të spitaleve duke paguar vlera të mëdha dhe shpesh dështojnë e bëjnë prapë dhe hynë në borxhe. Ndaj ne do të ndërtojmë pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë, qendrën kombëtare të fertilitetit ku çiftet shqiptare, pavarësisht nëse jetojnë në Shqipëri apo diasporë, do të kenë mundësi të kryejnë procedurat nga shteti shqiptar, sepse riprodhimi i racës tonë është çështje e rëndësisë kombëtare. Siguria dhe rendi. Keni dëgjuar ju që vriten njerëzit si të ishin gjëja më pa vlerë rrugëve të Shqipërisë, në çdo qytet të Shqipërisë. Dhe këta pretendojnë që këtë ta luftojnë ata policët e thjeshtë të qyteteve. Çfarë mund të bëjë një polic i zakonshëm i një qyteti në përballje me krimin e organizuar? Ata e dinë ku jeton familja, kë ka baba, kë ka nën, ku shkojnë fëmijët në shkollë. Pambrojtja e tij është e madhe. Për këtë arsye, ne, forcave tona speciale në ushtri, forcave detare, forcave toksore dhe forcave ajrore, që janë speciale, do t'u japim status të posaçëm policor, duke i angazhuar në veprimtarit përditshme në gjithë territorin për luftën kundër krimit të organizuar. Krimi i organizuar nuk do të luftohet më nga policia e rendit. Policia e rendit do të jetë vetëm për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike. Lufta me bandat do të bëhet nga forcat speciale të Republikës së Shqipërisë në çdo cop. Në lidhje me arsimin, që është shtylla kryesore e programit ton politik, asnjë kom nuk ja ka dalë të zhvillohet pa arsimin. Nëse shikoni sot kombet zhvilluara, por që janë të vegjël, ja kanë dalë me arsimin. Hidhni një sy nga Suedia, ishte nga vendet më të varfëra të Europës, është nga vendet më të pasura të botës, fal arsimit. Hidhni një sy nga Izraeli, ishte një vend që nuk ekzistonte, por është nga vendet më të forta të botës, fal arsimit. Hidhni një sy Singaporit, ishte një vend që ishte i treti në botë, sa i takon varfërisë, i treti më i varfër në botë, por sot është i treti më i pasur i botës. Fal arsimit. Dhe unë po ndalem te Singapori. Në vitin 1959, po a them të histori për të dhënë zemër, kur ajo se ja dalim, të gjithë ja kanë dalë kur kanë besuar dhe kanë punuar për t'ja dalë. Singapori është një shtet me sipërfaqen e qarkut të Durrësit. Diku te 750-760 km2. Ky shtet i vogël, me një popullsi më të madhe se ne, ishte në vitin 1959 shteti i tretë më i varfër i botës. Ishte kënet, as ujë për të pirë nuk ish. Fal një avokati që quhej Lee Kuan Yew, i cili e pushtet fal popullit. Ata nisën reformat fuqishme në arsim. Dhe ai kur mori pushtetin ju drejtua qytetarëve të vet. Dhe në fjalën e parë mësuesve duke u thënë: ne shteti Singaporit do të kujdesemi për begatimin e jetës së mësuesve të këtij vendi, ndërkohë ju mësuesit e Singaporit do të kujdeseni për të ndërtuar të ardhmen përmes fëmijëve tanë. Dhe ja dolën. Në 59-ën ishim vendi i tretë më i varfër i botës. Sot
janë vendi tretë më i pasur i botës. Këtë duhet bëjmë. Për këtë arsye, ne kemi marrë modelet e tyra në program dhe po ja propozojmë qytetarëve. Hapi parë, rritja e buxhetit për arsimin. Sot është 2.39% e prodhimit kombëtar. Kosova e ka 4.6% prodhimit kombëtar. Vendet e BE-s mesataren e kanë 5%. Ndërkohë vendet që përmenda pak më parë, vendet që ja kanë dalë të shkruar kanë 7% e sipër. Për këtë arsye, ne angazhohemi që buxhetin për arsimin në 24 muajt e parë ta çojmë sa 5% e prodhimit kombëtar dhe në 48 muaj sa 7% e prodhimit kombëtar. Po çfarë do bëjmë me këto lekë, se 7% janë shumë para. Vërtet janë shumë para dhe për Shqipërinë. Me këto para ne do të bëjmë këtë që po them tani. E para, sot fëmijët shkojnë në shkollë nga ora 8 deri në orën 1. Në orën 1 gjyshrit shkojnë aty dhe i presin te dera se kanë frikë ku do shkojnë fëmijët. Nëse nuk shkojnë gjyshrit se s'kan gjyshër, detyrojnë prindrit që të lënë njëri punën e të shkojnë me fëmijët e t'i mbaj e tjetrin në punë. Kjo sjell kosto për familjet shqiptare. Për këtë arsye, ne parashikojmë, mësimi do të nisë në orën 8, do të përfundojë në orën 1 me detyrim, nga ora 1 deri në orën 2 fëmijët në shkollë do të hanë ushqim sipas standardeve më të larta, sipas dietave të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë, dhe nga ora 1, 2 deri në orën 5 do të bëjnë detyrat në shkollë me mësues kujdestar, atë që në gjithë botën njihet si after school, dhe prindrit do të shkojnë t'i marrin fëmijët në shkollë në orën 5 pasi kanë përfunduar punën e pasi fëmijët kanë bërë detyrat e në shtëpi do të rinë e do të luajnë me motrat e vëllezërit. Por mësuesët do të arrisim rrogën, mbajeni këtë që them, me 25% në vit për 4 vite, duke e dyfishuar në 4 vite se pa mësues të mirë paguar nuk ka kom të arrirë. Kur? Unë dua të falenderoj shumë, tashmë ne do bëjmë bashkëbisedimin, ndaj unë ju ftoj që pasi të mbarojmë këtë bashkëbisedim, ju të çojeni, të bashkoheni me njëri tjetrin, të shkoni në familjet tuaja, në lagjet tuaja, me kushit tuaj, me ata që bëni biznes, me ata që jini, ti bini për ndryshimin. Ndaj ju lutem, mos tani vetëm, është koha për bashkim. Forca! Forca! Një broritje lushnja ti tregojmë gjithë Shqipërisë. Pano, pano! Sot jemi në lushnje! Shqipëria! Bëhet! Shqipëria! Bëhet! Shqipëria! Bëhet! Forca lushnja e gjithë Shqipëria! Shihemi nesër në Dibër! Në Dibër nesër ju përshëndesim! Kush do mikrofonin të bëj pyetje, unë do ulem këtu me ekipin. Hajdeni. Një sekund, mos ikni. Dua të prezantoj ekipin tonë për lushnjen dhe fjerin. Doktoresh Fioralba Dervishi, bie lushnjes. Votojeni Fioralbën. Nuk ka pas lushnja më të mirë. Përfaqësoni me dignitet. Bien tjetër të lushnjes, profesore Eda Saulin. Votojeni Edën. U kemi si më të mirët, nuk ka më të mirë. Inxhinjera Zmer Dulevic, djalë nga Fjeri. Votojeni inxhinjerin. Se punon, e jeton me dignitet. Nuk ka më të mirë. Sekretarion organizativ, Erion Muska, djalë nga Fjeri. Mbështeteni Erionin. Patrik Qokun, nga Divjaka. Sipërmarrës, djali talentuar. Mbështeteni Patrikun. Kemi marrë më të mirët.
Greta Kaso, dentiste, është bie Lushin, se martuan Elbasan. Mbështeteni. Indritin, e keni fermer me sush, i ka duart me kao, se punon në fushat e Myzeqes. Mbështeteni Indritin. Kush? Gerd Goriçanin. Djalga Roskoveci, punëtori ndershëm, qytetari mirë. Një logitin. Faleminderit, unë jam i hapur tashmë me gjithë ekipin për pyetje.